Ndërlidhja listës serbe me partitë e ish bllokut opozitor është karta të cilën lëvizja vetëvendosje e nxjerr shpesh herë nga xhepi. Së fundi deputeti Hakim Bahtiri e pyeti për parim Grudën e PDK-s se a e kanë pyetur listën serbe për praninë e tij në seancë. Kësaj logjike ja dha një rend edhe deputeti Albulena Haxhiu, e cila deputet si Sala Jashari e Jakub Nura i futi bashkë në një tabor me listën serbe në një postim me të cilin tentonte t'i ndërlidh, duke vlerësuar se për të votuar kundër qeverisë së lëvizjes vetëvendosje, ata janë në harmoni të plotë. Kjo gjuhë shpesh nuk mbetet pa kundërpërgjigje. Kryetari i Prishtinës përparim Rama së fundi e bëri një të tillë duke e sulmuar antarën e kryesisë së vetëvendosjes me pyetjen: Dejona Mihali, apo i tregon shqiptarëve kush je ti dhe çka bën në Kosovë? Studiuesit e medias dhe komunikimit vlerësojnë se gjuha polarizuese me të cilën karakterizoi vetëvendosje është përvetësuar edhe nga partitë tjera. Janë dy elementet që e bojnë të rëndësishme për me dallu këtë epokën e postvërtetës. E para është gjuha me të cilën komunikojnë politikanët është gjuha zakonisht e thjeshtëzuar dhe e dyta ka ngarkesë emocionale. Pra, këndo që godasin, tentojnë që përmes asaj goditje, atij fjalimi godetës, të japin edhe një mesazh emocional që nxit emocionet e audienca, edhe në njëjtën kohë e bëjnë shumë të thjeshtë përmes etiketimeve. Njerëzit akuzohen për të qenurit me bashkëpunëtor të Serbisë, ose kështu ose ashtu, ose të Greqisë ose të dikuj, me qëllim të denigrimit personal ose privat në luftën elektorale. Mendoj se është fatkeqësi shumë e madhe për sferën publike në Kosovë, sepse kjo e përmbush atë diapazonin e konsumit politik, ndërsa çështjet e spitaleve, çështjet e shëndetësisë, çështjet e arsimit, çështjet e kanalizimit, çështjet e zhvillimit, çështjet e investimeve kapitale nuk diskutohen pothuajse asnjëherë. Hoxha thotë se kjo atmosferë dhe këto akuza janë në kufit e gjuhës së urrëties, e cila është vepër penale dhe bëhet për përfitim politik dhe sipas tij do të vazhdojë edhe gjatë fushatës 12 ditore për zgjedhjet e 28 dhjetorit.